Të ftuarit e mi tashmë janë akomoduar, ka kohë që studio jo nuk ka qenë kaq e bukur, kështu që mirë se na erdhët, faleminderit shumë që ndat kohë, e di që keni angazhime të shkollës, gjithashtu trajneri babai juaj ka shumë impenjime, por shumë kënaqësi që gjetët kohë të jeni me ne dhe me gjithë shikuesit e emisionit Prizma. Mirë se na erdhët. Kënaqësia është e jona në fakt. Jelda, Melda dhe Fadili, mirë se na erdhët. Faleminderit për ftesën. Melda, mirë se erdhe. A është hera jote e parë që je në një studio, se xhirime ke pas shumë shpesh? Kanë ardhur ekipet në stërvitjet, kanë xhiruar, është hera e parë që je në studio? Po. Ose jo? Po. Okej. Në këtë studio, po. Në këtë studio, okej, është hera e parë. Shumë bukur. Unë bëra një hapje, u mundova që ta bëj një përkufizim të asaj që jeni ju, me qenë se unë jam rritur dhe kam dalë nga duart e babait tuaj dhe unë gjithashtu një ish karatiste, kështu që e kuptoj krejt atë procesin dhe ndjeshmërinë që e kaloni ju në rrugtimin tuaj në sportin e karates. Por fokusin në fillim dua që ta kem tek heroi i familjes tuaj, tek babai juaj dhe tek fillimet e tij. Ne kemi edhe disa fotografi, sepse duam ta kthejmë pak në kohë që ndoshta të ndash me ne disa nga momentet nostalgjike të fëmirisë tënde dhe dashurisë me karaten. Kur ka nisur, në çfarë moshe dhe në çfarë rrethana? Dashurimi ndaj sportit karates ka linë në vitet 10 vite kur i kam pas. Atëherë kam dashur shumë karaten dhe kam filluar të stërvitem në klubin e karates Shogun te trajnerim Daud Bilibani dhe shfrytëzoj rastin ta përshëndes. Dhe ajo ka qenë fillimi i karrierës time në klubin Shogun dhe gjatë karrierës time kam pas me të vërtetë shumë dëshirë këtë sport të stërvis, kam pas edhe suksese në aktivitetet e mia në gara vendore dhe ndërkombëtare. Pastaj në vitin 2001, kur u mbyll karriera ime, vendosa që të hap ekipin tim klubin e karates Forca në vitin 2001-2002 dhe nga atëherë në dashje Zotit që edhe në si trajner kam pas shumë suksese, si klub është shpallë në shumë gara vendore, ato kampionate maqedonisë dhe gara ndërkombëtare, kemi pas shumë suksese dhe është një periudhë mbi 35 vite karrierë të karates. Cilat janë ato kujtimet më të çmuara që i keni marrë me vete, ndoshta nga fillimet e asaj kohe? Dhe nëse bëjmë një paralele, si kanë qenë kushtet atëherë? Unë e di që kushtet sigurisht kanë qenë shumë më të vështira, por dëshira juaj ka qenë shumë e madhe, me qenë se nga ajo kohë kanë dalë karatistë dhe sportistë shumë të njohur. Domethënë i keni sfiduar edhe kushtet e vështira dhe çdo pengesë që keni pas. Për ju, cilat kanë qenë ndoshta ato sakrificat që i keni bërë për sportin? Me vërtet kushtet tona në atë kohë kanë qenë më të vështira, por vullneti ka qenë maksimal. Vullnet dhe idol që ne të ushtrojmë karaten kemi pas të madhin Enver Idrizin, ai ka qenë si idoli jon dhe si shembull për ne që tim të arrijmë sukses. Pastaj si dëshire e madhe, me të vërtetë, kur merr karrierën time, kur kam fituar suksese, kur kam fituar medale, ka qenë diçka e veçantë, por si trajner tash e ndjej më shumë. Kur fitojnë sportistët e mi dhe fëmijët e mi, kur fitojnë medale dhe bëjnë sukses, është një ndjenjë e veçantë dhe krahasoj kur jam gëzuar më shumë në medaljet e mia, karrierën time ose te nxënësit e mi, besoj se anoj nga nxënësat. Unë kam fituar dhe medalje të ndryshme në karrierën time, por me të vërtetë ka qenë gëzim i madh shumë, por tash kur i shoh se fëmijët e mi dhe nxënësat e mi fitojnë sukses, është një ndjenjë e veçantë dhe nuk mund ta përshkruaj. Është një sukses i madh dhe besoj se kemi ato streset e tona kur si do kalojnë gara, kur stërvitet, gjatë stërviteve, mos lëndohen, ta shprejnë atë përgatitjen sa më mirë në garat ndërkombëtare ato ballkanike, po me të vërtetë kur arrijmë sukses është një ndjenjë shumë e veçantë dhe dëshira ime që të shoh nxënësit e mi dhe gjithë sportistët që të kenë suksese. A ka ndonjë këshill që ndoshta ty të ka ndihmuar apo thjesht ti ka hap syt një shtytje që ta ka dhënë dikush, qof nga trajneri i parë ose nga prindrit, nuk e di, në atë periudhë kur ende nuk e qeni përcaktuar që ndoshta karateja do ishte profesioni yt jetësor. Ka ndonjë këshill që tani që po ta bëj këtë pyetje ndoshta instinktivisht të vjen në mendje? Këshilla dhe shtyt për kraja më e madhe ka qenë trajneri tim, trajneri Daud.
kur me të vërtet nuk mund t'ja kthej me sa mund që bëjnë për ata nuk mund t'ja kthej se ai ka qenë shtylla ime e parë. Kurse mbështetjen dhe shtytjen për me vazhdu ka qenë edhe Enver Idrizi, ku në çdo ka mojt me këshilla, që mos largohem, mos të dëshpërohem, mos ta lëng sportin e karates dhe pas hapjes së ekipit klubit tim Forca, pas të kom pas përkrejt të mëdhoja nga shumë shok, koleg atje këtu, po me të vërtet si klub pastaj vetëm mora vendim që do shkoj deri në fund derisa të kemi suksese shumë të mëdha. Dhe e ke mbajtë të fjallë. E tani edhe të duash ti, nuk do të lënë këta 3 kampion që i kemi sot të ullur. Do të anis me Jeldën, me qenë sa ajo është e para, që ka vazhdu në hapat e babit. Vile këtu diku kemi edhe një fotografi ku ke qenë fare e vogël, 4 ose 5 vjeqe, direkt në salë dhe direkt në stërvitje. Jelda, si ka njës gjithë shka për ty, ka qenë një farë imponimi ëmbël që të ka ardhë, ose vërtet e ke ndjerë momentin e parë dhe ke kërku që të nisësh edhe të stërvitjet? Historia ime, Flora, është pak si shumë e veçantë, nga që kur kam filluar karaten, nuk e kam ditër fare këtë sport, por e kam vazhduar sikur traditën e babit, nga që babi që e vogël më rriti në këtë sport, më tregoj sportin, më mësoj dhe më dha dashurinë e këtij sporti. Tani une që jam rritur më e madhja nga 2 motrën dhe vllaun që e kam, tashti e vazhdoj këtë sport dhe kam në plan që të vazhdoj dhe më tutje, të vazhdoj këtë klubin tim, këtë sukses dhe këtë karierë që e kam. Shumë bukur. Me pak fjalë, je rritur ti në salë, je rritur duke pa babin, je rritur duke pa karatis, gjenerata duke u rritur, deri në momentin që edhe ke vendosur. Besoj frymëzimi familjar luan një rol shumë të rëndësishëm. Ka qenë gjëja më e mirë që më ka ndodhur. Këtë sport e kam shumë e dua të imase, kam një pasion të madh në këtë sport dhe kam dëshirë shumë që ta vazhdoj dhe të bëj një sukses të madh dhe të kem dhe unë klubin tim t'ja pasoj babit tim që ta bëj dhe më të bukur, më të madh dhe me më shumë nxënës që ka patur. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse ne kemi folë shumë shpesh që kemi nevojë në këtë sport të kemi më shumë vajza. Kemi pasur dhe njohim shumë vajza të talentuara, por të cilat në një fazë të caktuar janë larguar nga ky profesion. Që mua po mbien shumë mirë që ti je shumë e vendosur për ta vazhduar traditën që e kanë, për të vazhduar historinë, ta shkruash ti. Gjithmonë kam bizotruar, Flora, gjithmonë. Këtë pikë pajtohem. Tani kalojmë te Fadili, sa ka ndikuar babi dhe sa ka ndikuar Jelda. Kush ka pasur më shumë ndikim te ti për të nisur me karate? Ka pasur ndikim më shumë babi, dhe Jelda më ka jap ser shtyrje me për para, gjithmonë më ka thënë për trening e ja u shkojmë ushtrojmë bashkë. Shumë në për çdo trening që nuk e le pa më të rrit nëse vetëm nuk jam i lirë. Po sa është fjallat e babi kur pa ta fillu karatën për herë të parë, nuk disha gjë, isha i vogël, isha me kimona, vrapojsha na përcell, duke vazhdu, duke u rrit, duke u pjek, duke mësu teknika të ecë përpara, të filluna për gara dhe ja ku jam sot me shumë krenart me këtë sport dhe me shumë medalje dhe gjithë faleminderin i takon babit tim. Fadil, sa ka qenë përgjithësi për ty ta kesh edhe baba, po edhe trajner njëkohësisht, se ndoshta neve nga këndvështrimi jo na duket më e thjeshtë, po unë mendoj që është përgjithësi, ta kesh trajnerin edhe baba është 2 fish përgjithësi më shumë se sa ata të cilët e kanë thjesht trajner. Për ty si ka qenë kjo pjesë? Është goxha shumë përgjithësi e madhe për mua, se për shembull kur shkojmë në sallë, unë së në logariti si baba, as babi së në më logarit mu si fmi. Ne jemi gjithë njësoj dhe në trening shpesh e thrasë babin më ushtru, babin më ushtron, po kur më ushtron, nuk i ushtron dhe në salë, 2 fishin i ushtron në zënësit e tjerë. Dhe është goxha përgjithësi e madhe për mu, si fëmi i trenerit, se mos bëj ndonjë gabim, ndonjë gjë, po edhe si trener. E meriton më konë treneri më i mirë në botë për mu. No, sa e bukur kjo. Tani kalojmë tek ëmbëlsira, të qërshia mbitor, të vajza më e lezetshme, më e mirë. Melda, për ty si ka një sport i karates, atë edhe ti me vete, Jelda, Fadili, s'kam ku shkoj, pa tjetër edhe une duhet bëjmë karatiste. Si ka njës për ty? Unë e kam
gjithë kena kësi karakteren, sepse kur kam filluar nuk kam ditur asgjë dhe kam filluar kapak të mësuj, më ka mësuar trenerja Jelda dhe baba im. No, trenera Jelda. Gjithashtu dhe Fadili më ka ushtruar do njerë lufta dhe unë i falminderoj shumë për këtë gjë. Okej. Kush është më strikt? Është babi, është Jelda apo Fadili? Kush kërkon, kush të lodh më shumë? Të gjithë njëjtë. Pak më shumë. Për shembull kur lodhesh kur tutja, unë për sot e mbarova, kur jo, okay, ende ka dalë, nuk mundesh kaq lehtë më udhërzu. Babi. Babi është më kërkuesi nga gjitha. Okej. Meqense përmende luftën ke dhe kata, në cilën pjesë jeti më e orientuar që duket që je më e fortë? Që e ke specialitet më shumë? Më shumë në lufta. Në lufta, a? Pa. Okej. Unë e di që ti ke marrë pjesë edhe në shumë gara, por për ato do flasim pas kësaj, sepse tani dua ta pyes babin nga këndi i tij si është të kesh 3 fëmijë të cilët e kanë ndjekë rrugtimin tënd. Ka qenë kjo edhe dëshira juaj, zotri Muharrem, apo ju ke bë ndoshta në një farë mënyrë pak presion që ta ndjekin këtë rrugë, ose ka qenë komplet dëshira e tyre autentike, ashtu, ekskluzive, zgjedhje? Dëshira ime ka qenë vazhdojnë me karatem, po presion nuk s'ju kam bërë asnjënit, po si nga fëmijë që i ku marrë në për seminare, është mirë ta cekë se kur kanë lind, kur dalin nga spitali, kur i ku marrë të tret me kimono. Vërtet? Po. Kemi pasur fotografi. Ashtu foshnjët posa lindur? Po, posa lindur, unë nga spitali kom nxjerr me kimonat karates. Dhe është një knasi ime që kom do shumë dhe fryrërazin të shfrytëzoj dhe shoqën time kur ajo zgjeres më ka përkrahur shumë, s'm ka kundërshtuar kur asnjëherë. Dhe dalin nga spitali kur i kom nxjerr me kimona ka qenë diçka e veçantë, çdo herë stërvitje ku marr klozin. Shikojnë atje këtu, vetëm presion s'u kam bërë asnjëherë. Por tu jetu në jeta jonë është karateja në familje. Ju e keni stil jetese karate, nuk e keni thjesht profesion ose hobi, është stil i jetës tuaj. Jeta jonë është karateja dhe çdo herë kanë qenë me kimona dhe nuk i kum folën diçka për karate që eja do të ushtrojnë, do të fillojsh këtu rritëve që kanë po jetën dhe vetveten në karate. Dhe jam i kënaqur edhe me sukseset e këtyre ku Jelda ka marrë pjesë në 2 disciplina, edhe në kata dhe në komite, ku ka qenë edhe kampione në kata dhe në komite, vazhdojnë edhe sukseset ashtu në të ardhurën. Ashtu edhe Fadili është në kadet është kampion dhe ka bo shumë suksese, sidomos edhe Jelda pason edhe në kata dhe në komite, ku me të vërtet numrojnë shumë një numër të madh të medale të tret dhe dëshira ime që është një ditë të shoh në majat e suksesit dhe mos ndërpresin. Që në të ardhmen këto të vazhdojnë me klubet e tyre, të vazhdojnë këtë rrugtim që ka e kajmë, se jeta me sport është me të vërtet një jetë shumë e lehtë, shumë e mirë, shumë e këndshme dhe besoj që e shëndetshme, më e ekuilibruar, me disiplinë. Besoj këto kanë shumë rëndësi në një jetë stabile. Besoj shumë. Dhe falë Zotit që me të vërtet ku marit këta të shoh në sport, nuk mungojnë kur vjen koha për stërvitje me dëshirë përgatiten çdo herë. Ta shpillojnë edhe aktivitetet dhe garat për 2026, uroj që të kemi edhe suksese në këtë vit. Edhe unë uroj shumë. Meqense përmende bashkëshorten dhe atë mbështetjen pa kusht që ta ka dhënë ty fillimisht, po tani besoj e ka shpërndarë edhe te fëmijët. Mami sa është mbështetëse dhe cila është këshilla që ndoshta ua ka dhënë edhe ajo. Meqense edhe të kesh një bashkëshort i cili jetën ja ka dedikuar karates, besoj edhe ajo din shumë nga ky sport, vetëm që nuk e praktikon. Çfarë këshille ju ka dhënë ajo kur keni nisë ndoshta ja shumë të vegjël në këtë moshë të shkoni në stërvitje? Domethënë Flora, pas babit, me që babin e kam trener dhe prind, domethënë unë e shikoj babin në 2 anët, por mos e shumë të jesho si trener, gjatë gjithë kohës. Në stërvitje? Po, në stërvitje, por jashtë klubit, mamin e kam pas supportusën më të madhe që të mundshëm. Ajo ka qenë pas gjitha domethënë lodhjeve, ka qenë ajo që më ka shtyr, më ka dhënë motiv, domethënë pas babit ajo ka qenë e dyta që më ka
ma ka shtuar pasionin, ma ka dhënë dashurinë dhe lodhjen ma ka paksuar, dhe me thënë. Edhe kjo ka shumë rëndësi. Ajo ka shumë Përveç mbështetjes dhe krejt asaj që ma ka dhënë babi. Gjithmonë mamiem ka qenë atje që është ndodhur aty, ka qenë për gara, gjithmonë kur kom pasur unë stres, këto dy të kanë qenë aty pranë meje që ma kanë larguar, ma kanë paksuar pak lodhjen, stresin dhe më kanë dhënë sa më shumë dashuri që kanë mundur, do të thonë pak para daljes time, gjithmonë më kanë dhënë mbështetjen e tyre dhe kjo ka qenë më shumë se ç'duhet për mua. Patjetër, jam dakord. Fadil, për ty çfarë do të thotë mbështetja që ta jep mami, në çfarë ndikon mbështetja e mami, sepse mbështetja e babit ndikon sigurisht në përgatitjen tënde profesionale, në teknikat e gjithçka tjetër. Por ajo mbështetja morale që din ta jap vetëm një nën, për ty sa është fortë dhe si ndikon, si e përkthen ti dashurinë e saj? Mami me dashurinë ajo që ma ka dhënë për këtë sport, duke më dhënë fjalë të mira, vazhdo vetëm përpara dhe gjithmonë kur shkojmë në trening, mu më thot mos fol, shiko dhe vetëm ushtro, se edhe ka për babin që do disiplinën shumë, po edhe ka për mu që të filloj vetëm të bëhem më e mirë. Dhe ajo lodhët shumë duke na bërë gati për garën në trening dhe e marrë shumë për shembull kur shkojmë në gara jashtë vendit dhe nuk di çfarë të them, vetëm e faleminderoj shumë mamin tim për gjithë çka ka bërë për mua. Të lumt. Melda, për ty çfarë do të thotë dashuria e mamit? A je ti e preferuara e mamit ajo? Sugarica. Prindërit janë flori për ne, sepse ne i mbështetim, ato na mbështetin, na çertojnë ndonjëherë kur jemi në gabim, na japin vullnet për të fituar, dhe na japin këshilla dhe i faleminderoj për gjithçka që më kanë bërë në jetën time. O shpirt, po do të bëjnë edhe shumë më shumë për ty. Rrugtimi dhe jeta jote sapo ka fillu. Cila është këshilla më e bukur që ta ka dhënë mami dhe që ndoshta ta përsëri çdo ditë kur del, qoftë për shkollë, qoftë për stërvitje, diçka që ty të ngelet në mendje dhe thua, "Ok, këtë ma ka thënë mami dhe unë kësaj do t'i përmbahem." Çfarë këshillet të jep mami? Më ka thënë se gjithë duhet të mësoj se pa mësim nuk ka asgjë. Okej, këshill shumë e bukur dhe ti besoj i qëndron kësaj, apo? Je e mirë edhe në shkollë, nuk e dyshoj. Dikush që ka disiplinë dhe është i fokusuar në sport, nuk e dyshoj as pak që të njëjtën e bën edhe me shkollën. Po për këtë do flasim pastaj. Dua ta pyes babin sepse ne e dim që sporti në vendin ton kërkon sakrificë për të qëndruar konsistent dhe për të mos u dorëzuar, sepse në fillim e potencove disa herë miku im ma ka thënë mos u dorëzo, qëndroj kësaj. Sa shpesh ka ndodhur gjatë rrugtimit tënd të dëshpërohesh ndoshta dhe cila është sakrifica më e madhe që e ke bërë për sportin e karates? Gjatë karrierës time, me të vërtetë kam pas dëshpërime, s'kam pas përkraje. Prindërit tonë jo që kanë qenë sportista, se kanë kuptuar edhe atë që mirë dhe përkraje s'kam pas nga askush. Dhe shumë herë edhe jam dëshpëruar, po falë Zotit që kam pas shoqërinë që janë marrë me sport dhe ato më kam përkra. Kam përkra shumë edhe gjithë ato rrethinat që kam pas ku kam jetu, ato më kam përkra shumë. Dhe përkraja tyve më ka shtyr që unë mos dorëzohem. Shumë herë mas një karriere kur fiton një kohën 14, 15, 16 vite kur fiton një sportistë suksese dhe nuk e din atë kohë edhe vend që ose dëshpërohet ose lazdrohet me një mënyrë dhe do në tërhiqet. Por shoqërinë që kam pas kanë qenë këtë që janë marrë me sport dhe ka qenë një shoqëri pak më të mëdhej se unë, ato më kanë bajtë se sport. Edhe falë Zotit tyre që unë s'kom dështu dhe s'kom ndërprej, por dëshira ime që unë kom ndosë këtë sport shumë dhe kom pas vullnet shumë dhe besom kënaqësia dhe lumturia dhe qetësia ime është kur jam në sport, sidomos në kimona me karate. Nuk mund ta them edhe që hobi, por me të vërtetë ka qenë si dëshirë. Unë kur jam stërvitje dhe kur ri me sportistat, ri me nxënësat, aty jam njeriu më i Nuk e shes si profesion, po e shes si diçka që të përmbush shpirtërisht. Nuk shoh, donjëherë edhe stërvitje kur i mbajnë, i shikoj prind mbajnë me dorë ora, ka shku pak si vonë. Unë nuk e jetoj orën se jam në palestër. Ju e dini edhe ju vetë, kur e shoh ka kalu 2 orë, 3 orë në palestër. Do të thonë kënaqësia ime është në palestra dhe të mirë me nxënës dhe këtë
Zoti që ka më ka dhënë mund du ta transferoj te sportistët e mi dhe du t'i shoh sa më shumë me suksese dhe të shëndetshëm. Nuk e dyshoj as pak. Tani dua të ndalemi pak te themelimi i klubit Forca, nga ku kam dalë edhe unë, dhe krejt këtë që e the unë mund ta konfirmoj, sepse vërtet stërvitjet që i kemi realizuar kanë qenë kënaqësi, prandaj edhe me aq dëshirë në fakt kemi ardhur të gjithë. Po flas për gjeneratën time, gjithë ne që kemi qenë pjesë e klubit Forca. Zotëri Marem, ke besu që ky klub do shndrohej në një nga klubet kryesore në vendin tonë, në një nga klubet më me renome, më me zë dhe me suksese kaq të mëdha dhe me kampion të cilët kanë dalë gjenerat pas gjenerate nga ky klub? Beso, kur komendoste të hapi ekip, kom fillu në shkollën Imre Elezi në Çajër, ku ekipa e parë ka qenë me të vërtet motivus, dëshira e madhe. Sot kam dëshirë, po atëherë kur kom startu, ju jeni kanë edhe ekipa e parë e klubit tonë dhe medalet e parë keni sill ju, me shoqët e shokët e juve. Atë motive kur kom pasë çfarë vullneti keni për stërvitje dhe unë kom mendu që kur të hapi ekipin mas një vit, 2 do të kemi suksese. Besoj se s'keni harru se ne me 6 muaj stërvitje kemi dalë nga dhe kemi fitu mbi 40 medale. Nuk harrohet kjo është një sukses i papar i klubit. Shumë trener dhe shok në atë kohë ka thonë që sa kohë e ke hap klubin dhe 6 muaj, tha nuk ka mundësi. Ju e keni qenë ato që keni hapë rrugën e suksesit dhe çdo herë unë edhe në stërvit ju thamë ardhmërisë të re dhe fëmijëve ju thamë gjenerata e parë që ka qenë 2001 e Këndej, ato kanë qenë me të vërtetë pa diskutueshme, nuk mund me paramendu. Atë që keni do sportin edhe keni stërvit aq bukur mirë edhe me vullnet që me të vërtetë ai sukses ka ardhur. Edhe suksesin juve që keni bënë për arena ndërkombëtare, këto e kanë shumë më lehtë. Se jo jeni kanë ajo nishë që s'ju harroj asnjëherë që keni bërë suksese shumë. Pastaj gjeneratat e reja janë pasuesit e juve. Shumë më lehtë kanë se ju keni bërë emrin këtij klubi Forca që të emën në Ballkan edhe në Evropë edhe gjithandej në rajonet që ka jetojmë ne. Tash një sportisti jon kur prezantohet shumë lehtë ka se ka karrierë në klubi. Edhe kam besu edhe besoj ende që do të vazhdojmë. Tash është një gjeneratë shumë e re që ka ardhur, janë shumë talenta. Besoj se 2025 çdo aktivitet ndërkombëtar që kemi marrë pjesë në vend, kemi dalë në plasman vendin e parë. Nuk ka rastisht. Si Golden Cup në Tetov, si Tetov Open, Soldaris Open, Funakoshi Open, Grand Prix Macedonia që kanë marrë këto turnire, këtë kemi dalë në plasman vendin e parë. Domethënë nuk është edhe ajo rastisht. Por beso, nuk shkon nuk ka stërvite që si përmen juve dhe ju marrë shembull. Dhe kisha pas dëshirë do njerë gjeneratat e para t'i ftoj që të na vinë vizitë. Këtë pyetje desha ta bëj, desha të pyes pas kaq shumë vitesh, sa shpesh i takon ata kampion të asaj kohe, ata të cilët ndoshta kanë qenë edhe auguri i mirë i këtij klubi për të shndruar në një brand kaq të rëndësishëm të sportit të karates. Takoheni me ata, me gjeneratën e parë të klubit Forca? Dhe ndoshta ta shfrytëzosh këtë mundësi që publikisht t'i ftosh për një takim të përbashkët. Çka është më shumë e rëndësishme kur nxënësat e mi, çka kanë i kompost ekipën e parë, ato kanë filluar dhe fëmijët e vet që sjellin tash këtu. Okej. Po. Edhe ajo është diçka kënaqësie, dyfisht. Se kom rrit një sportista për 10-15 vite në përdurët e mia, kur tash i sjellin fëmijët e atyre më ushtru, ka diçka më shumë e veçantë. Por shpërndoj rastin ndonjëherë ta kemi një takim që nga ekipa e parë që janë, të vinë të veshim kimonat, ta bëjmë stërvitje të përbashkët, një stërvitje të lehtë, sa për të njoftu se me të vërtetë ju keni qenë model i këtyre. Kurse me të vërtetë çdo sportist kur e shoh se sot ato janë rritë, janë bërë prind, kanë marrë janë vendosur për vende pune të ndryshme, po çdo kur takojmë ulmi bisedoj për çafomi, a janë emocione të përziera veçanta më tonë. Edhe unë shikoj, është kënaqësi, zemra ndik kënaqësi në zemër kur i shoh se kur kanë ardhur kanalët që se sikur ju 6 vite, 5 vite sikur Melda, sot jeni prinde, edhe kur i shoh që kanë arritur suksese në jetë, po besoj, po shumicën kur e takojmë thënë trajner, këtë çka kemi na ka marrë shumë pikarates, mësime të veçanta,
është disiplinë që të përcjell në jetë. Domethënë unë vazhdoj ta kem dhe ta ndjek disiplinën që e kam marrë në fëmijëri në klubin e Karates Forca. Me të vërtetë unë nësësat e mi dhe sportistat i du shumë. Unë kam qenë një trener që ju këmë shku edhe në për shkolla. Ju këmë mbledhe prej ndorën, ku morë pjesë të gjithë sportist. Ke qenë pak i rep. I rep, po, ende jam. Ke qenë pak i rep, për në aspektin pozitiv. Po, disa sportistat vjetër kur vinë shikojnë do një stërvitje, edhe shumica më thënë, trener, je zbut pak. E thamë, kam vite, mo. Por, ndëgjo, gjenerat e juve, kam qenë më i rep, po suksese kam qenë fenomenale. Tash, rinia, dëshire jeme që unë t'i shoh, nuk du t'i shoh të më sport, du t'i shoh edhe në rrugë, edhe në disiplinë, edhe në shkollë, du t'i shoh gjitha ndë dëgjoj fjallë të mira për ato nxënësat e mi. Edhe për atë edhe kam qenë edhe i rept. Por tash atë prindërit, atë nxënësat të fëmijët kanë ndryshu pak. Do njerë me qenë mak i rept, aje e len. Nuk e më stërvite. Ose prindi janë kotë, pse i ki bërtit fëmijës tem. Po ato dunë me di se çdo profesor, çdo trener, çdo arsimtar ose mësuese, çdo herë që ka e qonë zonin dhe nëzonë, e donë tjetë e mirë. Donë ta shefë edhe nëzonësin e vetë, ose une nëzonësat e mi du t'i shohë sa ma mirë, edhe në palesër, po edhe në përshkolla, gjithandej. Për atë do njerë edhe ngritme edhe zonë njemi pak trept. Por une besoj që ato që kanë trept edhe kanë përkushtim, që punojnë me ato profesorës e trener janë pak ma trept. Ka, tash nuk du t'hina të ndekë, ka trenera që mu se profesor s'mirë me fi, njeri tregon, mëson mirë, s'mëson mirë, nuk mëson mirë, edhe aji nuk e ngritë zonën. Kurse unë Po du edhe t'i aji shoh... në zënës ose aji fëmijë nuk mund të ketë progres. Sepse me fëmijën duhet konsistencë dhe punë e vazhdueshme. Unë e kam dëshirë kur të vere në zonë se du të apë 100% mundin, për edhe ajo që të mëson diçka. Se çdo kush tash ka dëshirë fëmijët e vetë që të kenë suksese. Patjetër. Do thënë t'i largojmë nga rrjetet sociale, po shumica tek i klubi jonë është klub garus. Çdo kush arrin që të ketë sukses edhe po padyshim edhe suksese kanë vazhdu. Kontinuitet kanë vazhdu sukseset. Thamë edhe këto gjeneratat që ka i shohmi tash, mrena 2 vite kanë arrit mbi 80 medale ku janë pjesëtar të reprezentacionit të Maqedonisë, ku du të shfrytëzoj edhe do emra, ku është Melinda, Ajani, është Ebu Bekri, është Ada, gjeneratet të reja ku janë, ku është Berna, është Orzana, është shumë fjallë të nxënësat mirë ku janë që me vërtet prit me sukses shumë të madh në karrierën e tyre. Urojmë shumë në fakt që të tjenë emra të rinj që do ta vazhdojnë historinë e klubit Forca. Vlen t'ja vlen se është edhe shembull e kimet gjeneratin e vjetër çka është dhurata, po është një sportiste në kontinuitet, Është kjo, po. po është dhurata ku me të vërtetë s'ka mund ku njerë ka qenë e përkushtuar dhe se shumica kur mrin afër 15-16 vite Po, është ajo mosha më delikate ku nisin distancohen pak. I kam do sportista që me të vërtetë kanë qenë të vendost edhe normal kur do të thënë disa sportista, trenerë i donë, jo që i du më shumë, po ato janë tregull, përkushton, garat, i lonë dëshirat e veta që ka i kanë njëtën e vetë, nuk mungojnë stërvite, vinë për stërvite. Edhe kjo është për të vlerësuar, sidomos në këtë kohë sfiduese që po jetojmë, në kohën në epokën e teknologjisë, e thatë dhe ju. Që dua t'i pyes pak edhe fëmijët na tregojnë sa është sfiduese për juve që jeni fëmijë të kësaj epoke të teknologjisë, të jeni kaq të disiplinuar në trening dhe nga ana tjetër të leni pak mangët, apo sa i përdorni telefonat, ja kështu direkt po ju pyes. Na tregoni ju vetë. Thënë drejtën Flora, tani kom hapur edhe faqen e re të klubit Karates Forca, nga që kam dëshirë që ta reklamoj më shumë, të tregoj sukseset, jo vetëm tonat, por edhe të nxënësve tjerë që miren me sportin ton. Për shembull, të gjithë nxënësit që janë tonët, bëjnë shumë sukses të madh, me pak stërvitje e le më kur të bëjnë shumë, edhe kur t'i përkushtosh shumë vëmendje, ato bëjnë edhe majën e arrin, dhe kam shprehur dëshirën që t'ja tregoj botës se sa shumë miremi dhe duam këtë sport, dhe sa shumë kemi pasion dhe motiv nga ky sport, të them. Dhe të them të drejtën, po unë e mirem nga që e kam hapur unë atë faqe. Po mirë është për ta promovuar klubin tënd. Dua të reklamoj më shumë klubin, por jashtë asaj
të them të drejtën pak. Më bën kujdes, besoj. Po, se me mas. të ruhesh, po, me mas. Okej, Fadil, për ti si qëndron me telefonin, me rrjetet sociale, me këtë tundimin e kësaj kohe moderne? Sa e ke problem që të largosh veten kur është që je duke qëndruar ndoshta kohë më të gjatë? Si mas moshës shkojnë dhe obligime më të mëdha, për shembull, shok të thrasin përmes telefonit e ja dalim ndonjë gjë, po s'kemi edhe shumë kohë për me shiku telefon, se ushtrojmë nga djerë në ditë dhe shkolla, pastaj obligimet e shtëpisë ndonjë gjë, po i vjen shumë pak me shiku telefon. Okej, po kjo është shumë pozitive. Domethënë në këtë mund të themi që sporti ndikon pozitivisht që kohën që mund ta kaloni në telefon, ju e kaloni në stërvitje, që është diçka shumë pozitive. Melda, ti rrin në telefon? Unë rri, po pak rri, sepse duhet ta shfrytëzojmë kohën, natyrën, sportin, me lexu libra që të mësojmë në shkollë, të stërvitemi, të luajmë me shoqet dhe me shokët, po e përdori dhe unë pak, disa minuta. Çfarë të pëlqen? Sa minuta? Disa minuta, okej. Çfarë të pëlqen për shembull në ato minuta? Çfarë sheh më shumë? Shof disa gjëra që janë në karate dhe shof në shkollë të një gjë si mësuese që i shpjegojmë të një mësim, i shloj dhe i mësoj. Okej, kjo është diçka që lidhet me mësimin, domethënë edhe kohën në telefon ti e shfrytëzon në mënyrë kualitative, pa humbur fokusin nga përgjegjësitë tua ditore. E tani përmend natyrën, unë e di që papai juaj është shumë i përkushtuar dhe kohën e lirë që e keni gjithmonë jeni diku, qoftë në natyrë, qoftë në vendin tonë apo dhe jashtë vendit. E kam parë që shumë shpesh u thoni jo në Shqipëri, jo në Turqi, në Kosovë shumë shpesh. Cilat janë ritualet tuaja të cilat i bëni jashtë sportit të karates? Në rastin kur kemi vikend, kur kemi stërvitje, ndalim. Kemi dëshirë Turqinë ta vizitojmë shumë herë dhe në Kosovën, ashtu edhe Shqipërinë, këto vendet nuk i te kaloj pa i vizitu shumë herë në vit, dhe po me të vërtetë e kemi kohën shumë ngjeshur ku nuk kemi kohë shumë. Dhe edhe gjatë verës kemi aktivitet ndryshme, stërvitje, po dimri e mand veten është koha ftohtë, po me të vërtetë momentin e lirë kur kemi pak kohë ne dalim në natyrë dhe padyshim edhe stërvitjet i bëjmë verës në natyrë. Shfrytëzojmë natyrën shumë se është koha mirë, stërvitesh në natyrë është gjë më e bukur çka mendoj unë. Edhe kështu që këtë vit e kemi pak si të ngarku me sport. Po për juve nga këto rituale që i bëni nga shëtitje, cilat janë vendet që ju kanë pëlqyer më shumë dhe që dëshironi shpesh të vizitoni dhe ndoshta i thoni babit jo, s'po shkojmë këtu, po duam të shkojmë këtu se na pëlqen më shumë. Kemi, siç e tha, kemi shkuar në shumë vende, kemi vizituar shumë vende të bukura që shprehim dëshirën shpesh që të shkojmë aty dhe ti shohim, por unë kam vizituar dhe Italinë për herë të fundit dhe ka qenë njëra prej vendeve që shumë më ka pëlqyer dhe shpreh dëshirën që përsëri të shkoj, por në listë nëse kam për dëshirë, kam dëshirë shumë që të shkoj në Japoni, nga që edhe karateja vjen, e ka përjardhjen prej atje, kam dëshirë që shkoj ta shoh sportin. Të njoftohesh me bazën, me traditat. Të njoftohem me sportin tim dhe këtë e kam në listën e dëshirave të mia. Uroj shumë që të realizohet. Melda dhe Fadili, cilat janë vendet që ju kanë pëlqyer më shumë ose vendet që dëshironi të vizitoni bashkë me familjen ose nuk e di në garat e ardhshme? Unë dëshiroj si Jelda në Japoni, kam qef të shkoj atje, por hera parë që kam shkuar kam qenë në Turqi që atje ka qenë shumë mirë, e faleminderoj babin që më ka çuar atje edhe shumë bukur, kam qef të... Ushqimi i bukur, vendi i bukur, keni shëti, gjithçka e bukur është në Turqi, pajtohem. Meqense përmende Jelda, është Jelda karatistja jute e preferuar, është Jelda modeli që ti e ndjek, Melda? Po. është personi ju ti preferuar në të botë? Okej, se e shoh që e ke shumë për zemër. Po, e dua shumë motrën time. Pa tjetër. Fadil, ti? Si mas fëmijëve, unë jam fëmija ma shumë të që kam qef të shëtitjem dhe i thamë babit, e ja dalim
Nga kush e ke marrë këtë? Është babi ai që Unë dhe babi më shumë të Ju jeni avanturierët, a? Dhe mamit, ja shkojmë do një kumë, po e dua më shumë të kështu që dalim prej jashtë shtëpi, se shkojmë në Prizren, e dua shumë atë vend dhe e kam shoqërinë e mirë atje shumë. Okej, janë shokët e karates apo janë njerëz tjerë, familjar që i njihni? Njerëz familjar, i përshëndes shumë ata, se kur shkojmë të ata, ndihemi shumë mirë dhe komfort dhe Prizrenja shumë një qytet i bukur. Po, sa i përket kështu, unë kam qef dhonë, e kemi një dëshirë të tret njësoj në Japoni. Në Japoni, okej. Me Me që se e keni këtë dëshirë, jam e sigur që do t'ju realizohet. Dhe të shkoni gjithë së bashku. Okej, tani kam edhe një pyetje për ju, para se të kalojmë te një mini sfid, mini lojë që do ta bëjmë për juve. Më tregoni nga arritjet tuaja, nga garat tuaja, ka shumë medalje, ka shumë trofej, cili ka qenë ai momenti që ju babin e keni pa shumë të emocionuar? Për shembull ti Jelda, cili ka qenë ai momenti ku ndoshta janë mbushur syt me lot nga një sukses apo arritje jotja? Babi e ma një foto time, të cilën e kam fituar në Kroacia Open, jam qenë shumë e vogël. Moshën, përafërsisht kom qenë 90, edhe ka qenë gara më e bukur që kam shkuar, që ka qenë më me distancë më të lartë, dhe ka qenë që kom dalur dhe në kumite dhe në kata, dhe pa ta fituar vendin e parë, në të cilën në zgjeta dhe se ka kampionja më e mirë, dhe aty e pa ta bërë babin shumë krenar, është edhe momenti më i bukur, nga që edhe unë nuk e harroj atë asnjëherë, dhe po, besoj ajo është. Okej, Fadil për ty? Ai momenti kur e ke pa babin shumë të emocionuar, të prekur në aspekt pozitiv nga një arritje jotja, qoftë në shkollë, qoftë në sport? Në kampionatën e Maqedonisë për kadet, ishte një ndeshje shumë e bukur e ime, ku isha kundërshtari im ishte me pik për mu. Ishmi 2-1. Dhe babi mos ndala vetëm sulmo, dhe kur ja arrita fitoren, kur ja mora pik të 3-2 ndeshja, atër e shiqoja babin me ju këthi një bësheqe e mërë dhe pas fitorët shkova e përqafova dhe janë dhe foto shumë të bukra në të momente duke përqafu babin unë, me lotë në sy se u shpalla kampioni Maqedonisë dhe për me shku në kampionatin Ballkanik. Shumë momenti bukur. Besoj momente tilla keni shumë, po më vjen mirë që me njëherë arritet që të veçoni ndoshta një moment që ju ka ngel ashtu si imazh. Ti jam e sigurt që e bën babin krenar çdo ditë, nuk e di pse. Po. A e sheh gjithmonë buzëqeshjen e babit. E nervozon ndonjëherë? Ka ndonjë moment që e bën nervoz? Për çfarë mund ta bësh nervoz për shembull? Po, do një gabim që e buj. Për shembull, a priton herë të shkosh në stërvitje? Jo. Jo, a? Jo. Okej. Deri tani folëm për arritje, folëm për sportin, folëm për karaten si stil jetese që ju e keni, por tani kam një sfidë për ju të tre. Të shohim se cili do dal kampion dhe cili nga ju e njeh më mirë trajnerin babain tuaj. Do na përgjigjeni të tre, un kam ca pyetje për ju dhe pastaj të shohim se cili nga ju e njeh më mirë babin. Do me thënë, ju të tre do t'jepni përgjigjen e njëjtë dhe pastaj babi do na e konfirmojnë në qoftë se është e saktë apo jo. Okej, jeni gati? Okej. Cila është fjala që babi e thot më shpesh në stërvitje? Ndëgjo. Ndëgjo, fotot Fadili, Melda? Koncentrohu. 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 Cila është fjala? Ndëgjo apo koncentrohu? Koncentrohu. Koncentrohu. Okej, atëri kemi nga një pik për ju, Fadil ti në këtë pik je 0. Kush është më i rept në palestër? Kur është më i rept? Në palestër apo në shtëpi? Seriozitet ka më shumë në klub, nga që duhet koncentrimi dhe disiplina aty, ja. Okej. Besoj që Melda, në klub. për ty? Doni jam si Hilda. Në klub, do me thonë është më i rept. Fadil? Në klub, se për shembull kam ndonjë fëmijë Kërkojnë disiplinë. kërkon disiplinë dhe babi më shumë i përkushtohet aty ndëgjoj, koncentrohu, të di fjalë që hu po. Okej, besoj është saktë. Saktë. Në klub. Pyetja e tretë është kush nga ju të tre e nervozon më shumë gjatë stërvitjes? Hajde ta shohim. Hilda? Fadil. Është saktë? Saktë. Fadil? Mendon që ti e nervozon më shumë ti? Pse? Po, gjatë stërvitjes, buzëqeshin ndonjëherë dhe
Kërkon seriozitet, babi, ato të mos Kërkon qesh. seriozitet dhe ka ndonjë teknik të karatët që se e kum bo mirë dhe babin e nervozon ajo se për shembull unë ushtroj sa vite dhe mos të me bo një gabim. Nuk i toleron gabimet, a? Okej, se motrat më qeshin, është e vërtet kjo që po e thot Fadili? Pajtohesh? Pajtohem. Okej, atëherë Fadili, është këtu problemi. Cili është ushqimi i preferuar i babit? Çfarë kërkon për shembull më shpesh nga mami tani në Ramazan që jemi diçka që thot kjo mos të mungojnë në sofër? Të them të drejtën, i pëlqejnë gjitha ushqimet. Nuk është që për shembull shkoj më shumë nga beksimet ose ajo, por nëse do ndonjë ushqim tradicional, ndonjë nuk e di. Nëse do kisha caktuar njërin nga jashtë kësaj, do kishin është ëmbëlsira që e kemi dhe si, të them të drejtën si tradicional, ndoshta. Trileqja, Trileqja? Okej, Melda ti? Babi i pëlqen më shumë mishrat, si për shembull pulën e pëlqen atë shumë që do që ta ketë në stomak. Fadil ti? Po edhe unë jam e mendën mishi babit të pëlqen shumë dhe e kërkon goxha shpesh kur jemi në sofër dhe kur dalë me jashtë vendit, babi gjithmonë i pari. E porosit atë. Okej, është mishi i pulës apo është trileqja? Fiton Melda. Melda, okej Melda. Nëse babai nuk do të ishte trajner karateje, çfarë profesioni do kishte? Çfarë mendoni ju? Ndonjë talent që e ka shpreh, që e keni vrej që ndoshta mos të ishte trajner, do ishte ky profesion. Për mu kishte qenë psikolog. Psikolog, okej. Adventoria, edhin që i pëlqen t'i marrë aventurat e i pëlqen shumë. Okej. Besoj që do ishte... Eksploruese? Po, edhin që i merë njerëzit, për shumë turista që i qonë për vendet të ndryshme dhe edhin i tregon vendet, po. Besoj ajo do ishte. Okej, gujt. Unë mendoj se babi kur bën foto bën shumë bukur dhe i kisha thënë fotografist. Okej, nga 3 profesionet. Gujt, psikolog apo fotograf? Çfarë do ishte? Fotograf, Melda. Fotograf, Melda, okej. Cila është gjëja që babi nuk e toleron kurrë në stërvitje? Do kisha thonë veshja. Do të kemi veshjen do më thonë trenerkat, i kemi të gjithë, do të kemi një soj, një lloj, do të kemi, besoj, veshja do ishte. Okej, veshja. Melda ti? Edhe unë kisha thënë Veshja, nuk e toleron, duhet jeni, okej. Jo seriozitet, fëmi i cili nuk i pranon urdhrat që i jep treneri. Po, edhe pastërtia, do më thonë, të jesh i pastër. Okej, e bukur. Kush fiton në këtë pjesë? Të tretë. Të tretë. Por unë mendoj që kampionja e kësaj loje është Melda, duke që Melda e njeh më së miri babin. Hajde një duar trokitje për kampionën e kësaj sfide. Çfarë do i thuash Melda për fund babit? Cilat janë ato fjalë që ndoshta ndonjëherë ke dëshirë t'ia thuash, po nuk ja thu se të vjen turp. Tani publikisht çfarë do i thuash babit tënd? Babi do i Shenë si babin edhe thuja. do i them që E don shumë, a? po Okej. Ne kemi arritur fare në fund, ishte shumë kënaqësi, unë u argëtova shumë me familjen tuaj, ne njihemi edhe familjarisht, edhe kështu që e dija që emisioni do rezultonte kaq i bukur dhe i lezetshëm. Faleminderit shumë që na dhat rastin t'ju njohim për herë të parë për te sportit. Gjithmonë kemi folur për sportin, për arritjet, për garat, por sot patëm rastin që t'ju njohim në dimenzionin njerëzor, që është dimensioni më i bukur. Faleminderit shumë Flora për këtë emision dhe faleminderit përgjithësisht që ndon kohë ju dhe shtëpia juaj Alsat ku to sukseset që kemi t'i prezentojmë, se pa ju ne sukseset nuk mund t'i prezentojmë. Ju falenderoj nga zemra shumë, ju uroj shëndet, fat dhe sukses sa më shumë. Shumë faleminderit. Keni diçka? Faleminderit emision shumë të bukur. U kënaqëm shumë dhe shpresoj që të shihemi herë. Për mu ki ka qenë emisioni më i bukur, se është raport që jam me motra dhe me babin komplet bashk. Unë mendoj që e meritoni ta keni një kujtim në arkivin tuaj, që sa herë që keni dëshirë ta lëshoni në YouTube dhe ta ndiqni emisionin, pse jo. Faleminderit shumë edhe një herë për respektin dhe çdo të mirë, shumë suksese. Faleminderit.
pas kësaj bisede kaq të bukur të dashur miq, mua nuk më ngelet asgjë tjetër, vetëm t'ju falenderoj gjithë juve të cilët na keni ndjekur, edhe pse është koha e iftarit, sigurisht gjithë ju tashmë jeni duke bërë edhe iftar në sofrën tuaj familjare, iftar të pranuar. Unë si gjithmonë edhe sot falenderoj Brendin Mango, ndërkaq ju do të takojnë nesër me kolegen time Ilmien. Deri atëherë mirë mbeqi dhe çdo të mirë. Tung tung.